Episodi sotëm nis me vendimin e Ajlës për t'u martuar me Xhanin, pasi ai pranon pa hezitim të gjitha kushtet që ajo vendosi. Mirpo, ky hap ndes edhe më shumë xhelozin dhe obsesionin e zonjës Sadakat, e cila, e verbuar nga frika se po humb kontrollin mbi të birin, kryen një akt ekstrem, qëllon Ajlën me armë. Xhani tronditet nga veprimi i nënës së tij, ai shpërthen i zemëruar dhe i traumatizuar, ndërsa Sadakati, në vend të pendesës, shfaq një qetësi të ftohtë dhe pyet me djallëzi nëse Ajla ka ndëruar jetë. Xhani urdhëron njerëzit e tij ta dërgojnë menjëherë Sadakatin në konak, larg vendngjarjes. Pa humbur kohë, ai telefonon mjekun e familjes dhe kërkon që të vijë urgjent. Më pas, e merr Ajlën në krah dhe fut në makinë, i dëshpëruar, duke i kërkuar të qëndrojë e fortë dhe të bëjë durim sa të mbërrijnë ndihmat. Tensioni rritet, ndërsa fati i Ajlës mbetet i paqartë dhe çdo sekond vlen. Gjatë rrugës për në spital, Xhani telefonon Kajën për ta vënë në dieni, por Kaja ndodhet me Denizin, i cili kërkon me ngulm të flasë me nënën e tij. Xhani përpiqet ta shmang duke i thënë se duhet të flasë me Xhaxhain, por Deniz këmbgul. Ajla, edhe pse e plagosur, e lodhur dhe në dhimbje, hap syt dhe dëgjon zërin e të birit. Ajo e lejon bisedën. Denizi i rrëfen plot entuziazëm se po e kalon shumë mirë me Xhaxhain e tij Kajën dhe se mezi pret ta shohë nënën e tij. Fjalët e djalit e thyen shpirtërisht Ajlën, por edhe i japin forcë për të mos u dorëzuar. Ndërkohë Xhani, i shqetësuar dhe nën presion, i thot Kajës të shkojë menjëherë në kompani. Toni i tij i çuditshëm, urgjenca dhe mungesa e sqarimit e bën Kajën të kuptojë menjëherë se diçka shumë serioze ka ndodhur. Atmosfera rëndohet dhe tensioni rritet në çdo sekond. Kaja dhe Nare nxitojnë të dalin nga shtëpia, por ndalen të shtangur kur përballë tyre shfaqet zonja Sadakat. Në fytyrën e saj nuk ka asnjë shenjë shqetësimi, vetëm një qetësi e ftohtë që i bën të dy të ndihen keq. Ajo i vështron me përbuzje, sikur situata t'i përkiste dikujt tjetër dhe jo vetë asaj. Përballja mbetet edhe më tronditse kur Sadakat u zbulon me indiferencë se ka qenë vetë ajo që ka qelluar Ajlën. Nare mbetet pa frymë nga tmerri, ndërsa Kaja ndjen sikur toka i lëviz nën këmbë. E gjithë kjo që kishin menduar për nënën e tyre, shembet përpara një të vërtete të errët. Për më tepër Sadakati u jep urdhër të hapur, duke treguar ligësinë dhe obsesionin e saj. Sipas saj, Xhani duhet ta përfundojë atë që ajo nisi. Kaja dhe Nare shikohen të tronditur e të pafjalë, të mbushur me neveri, frikë dhe pasiguri. Xhan dhe mjeku i familjes luftojnë me minutat, duke u përpjekur t'i ndalin gjakderdhjen Ajlës dhe ta mbajnë të vetëdijshme. Ambienti është i tensionuar, çdo lëvizje e tyre bëhet me ngut, çdo sekond duket e rëndësishme. Ajla është e zbetë dhe frymarrja e saj dobësohet nga çasti në çast. Në atë kohë, mbërrin Nare dhe Kaja, pamja e Ajlës së plagosur i shokon të dy, por Nare shpërthen e para. Ajo e vështron Xhanin me një përzierje dhimbjeje dhe revolte, e bindur se kjo tragjedi nuk do të kishte ndodhur po të mos këmbgulte kaq fort për martesën. Xhan reagon i tensionuar, i lodhur dhe i dëshpëruar. Rrethanat e kanë vënë përballë përgjegjësive të mëdha, por ai këmbgul se ka vepruar vetëm për të mirën e familjes, duke mbrojtur Denizin dhe trashëgiminë e tyre. Megjithatë, fjalët e Nares godasin fort kur ajo i tregon mesazhin e Sadakatit, një mesazh i errët dhe i pamëshirshëm, ku kërkohet që Ajla të mos shpëtojë. Tensioni arrin kulmin në mes të akuzave, frikës dhe dëshpërimit. Mjeku ndërhyn me një lajm që e ngrin atmosferën. Gjendja e Ajlës është shumë e rëndë dhe nuk ka kohë për të humbur, ajo duhet dërguar menjëherë në spital në mënyrë që të ketë një shans për të mbijetuar. Xhani, i dëshpëruar dhe i vetëm që mban barrën e shpëtimit të Ajlës, i drejtohet Mines me telefonat. Në anën tjetër të linjës, Mine mbetet e ngrirë kur dëgjon kërkesën e tij, që Ajla të pranohet në spitalin që ajo drejton, të operohet pa u regjistruar dhe të mbahet çdo gjë në fshehtësi të plotë. Kjo kërkon rrezik maksimal për të, për karrierën dhe pozitën e saj. Mine e di që një veprim i tillë mund t'i kushtojë gjithçka. Mund të humbas vendin e punës dhe reputacionin. Ajo mendon për pasojat, për përgjegjësinë që ka mbi spitalin, por edhe për plagën emocionale që i ka lënë marrëdhënia e Xhanit me Ajlën. Ndjenjat që ka për të e bën situatën edhe më të rëndë.
Ndërsa Giani tregon se gjendja e Ajlës është kritike, Mine përjeton një përplasje të brendshme. Ajo ende ndjen dhimbjen e tradhëtisë, kujton se si ishte vetë pranë vdekjes dhe se si Gian nuk tregoi të njëjtën shqetësim për të. Kjo plagë e vjetër hapet përsëri, duke bërë vendimin edhe më të vështirë. Megjithatë, vendosmëria e Gianit për të hyrë nga urgjenca dhe për të marrë mbi vete përgjegjësinë e të shtrenës, në mënyrë që Ajla të shpëtojë, e detyron Minen të mbyllë syt para rrezikut. Ajo kupton se ai nuk do të tërhiqet dhe se veprimi i tij i pamundur mund të shkaktojë një skandal edhe më të madh. Pa pasur më kohë për të peshuar çdo gjë, Mine më në fund pranon të ndryhej, e vetëdijshme për peshën e asaj që po merr përsipër, ajo vendos të veprojë me kujdes dhe i jep Gianit një afat të shkurtër, një orë kohë për të përgatitur çdo gjë që Ajla të pranohet dhe të futet direkt në sallën e operimit, pa u lënë gjurmë. Në sallonin ku mjeku po përpiqej të stabilizonte gjendjen e Ajlës, tensioni rritej nga sekonda në sekond. Humbja e madhe e gjakut e kishte çuar trupin e saj në prag të kolapsit, dhe mjeku njoftoi se duhet patjetër një dhurues i përshtatshëm. Grupi rralli gjakut të Ajlës zero pozitiv e kufizonte rrethin e njerëzve që mund t'i vinin në ndihmë. Ishte nare ajo që kujtoi se vetëm Shaini mund të jetë dhuruesi i duhur. Ajla u transportua me urgjencë në spital, fal ndërhyrjes së Mines, e cila tashmë kishte vënë në rrezik dhe karrierën e saj, duke fshehur pranimin e pacientes, ndërkohë Shaini ofroi menjëherë gjakun e tij. Ajo u shtrua në sallën e dhurimit, ndërsa në sytë e tij reflektoi një shqetësim i thellë. Gjatë pritjes ai kërkoi të kuptonte se çfarë kishte ndodhur, dhe kur mësoi nga Giani se ishte vetë zonja Sadakat, ajo që e kishte qelluar Ajlën, fytyra e tij u zbe. Ndërsa në spital po bëhej çdo përpjekje për të shpëtuar jetën e Ajlës, Sadakati telefonoi përsëri Gianin. Zëri i saj ishte i akull dhe i vendosur. Ajo kërkonte që operacioni të ndalonte menjëherë. Nëse nuk zbatonte urdhrin e saj, ajo kërcënoi se do të njoftonte policin, duke zbuluar të gjithë ngjarjen dhe duke përfshirë Minen si bashkëpunëtore. Një lëvizje thellë do të shkatronte karrierën e saj dhe do të kthente gjithçka kundër Gianit. Por këtë herë, durimi i Gianit u doq krejtësisht. Ai e kishte parë Ajlën të rrinte mes jetës dhe vdekjes, kishte parë Denizin që kërkonte nenën e tij dhe nuk kishte ndërmend të lejonte me asnjë komplot, asnjë shantazh dhe asnjë çmenduri të nenës së tij. Vendosmëria e tij u forcua dhe zëri i tij u bë i prerë. Ai bëri me dije Sadakatit se nëse bënte një hap të vetëm kundër Ajlës dhe Mines, nuk do ta falte kurrë. Për herë të parë ai e paralajmëroi hapur se mund të kundërvepronte ndaj saj. Operacioni i Ajlës përfundon me sukses pas një betejë të vështirë për ta mbajtur në jetë. Ekipi mjekësor njofton se ajo ka kaluar fazën më kritike, ndërsa Giani, i tensionuar dhe i lodhur nga pritja, merr frymë i lehtësuar. Ai u bën me dije të gjithëve se ngjarja duhet të mbetet e fshehtë, pa asnjë përhapje, pa asnjë koment, pa asnjë person të jashtëm që mund ta marrë vesh. Pas operacionit, Giani afrohet Mines dhe e falenderon për borxhin moral, duke i shprehur mirënjohjen e tij për ndihmën e dhënë, duke vlerësuar thellë sakrificën dhe rrezikun që ajo mori përsipër. Gian e kthen Ajlën në konak pas operacionit, ende të dobët dhe në gjendje rikuperimi. Megjithatë, në vend që rikthimi i saj të sillte qetësi, shtëpia tronditet menjëherë nga një përplasje fortë midis tij dhe zonjës Sadakat. Ajo akuzon Gianin se e ka sfiduar dhe e ka kundërshtuar hapur, duke e cilësuar ndihmën ndaj Ajlës si gabimin e radhës, pikërisht atë që i ka sjellë gjithë këto pasoja. Për të rikthimi i Ajlës në konak është një rrezik i ri, një mundësi tjetër që ajo sipas mendimit të saj do shkaktojë probleme dhe të sjellë fatkeqësi. Gian nuk pranon asnjë prej këtyre akuzave, ai nuk arrin të kuptojë se si Sadakat mund të jetë kaq e pamëshirshme, aq e ftohtë dhe aq e verbër ndaj rrethanave. Sidomos kur në të gjithë këtë situatë është përfshirë edhe Denizi, nipi i saj. Me zemërin me sipër, ai e bën të qartë se çdo gabim i ardhshëm kundër Ajlës do ta detyrojë të marrë djalin dhe të largohet përgjithmonë, duke i hequr Sadakatit të drejtën ta quajë veten nën. Përplasja nuk mbyllet këtu. Sadakati i vendosur dhe e tërbuar urdhëron edhe largimin e menjëhershëm të Shahinit nga konaku, duke ndaluar që ai të shkel sërish në atë shtëpi. Kaja dhe Giani përpiqen ta bindin se Shahin është njeriu më besnik dhe miku më i mirë që kanë, por Sadakat nuk lëviz nga vendimi i saj. Shahin, pasi dëgjon gjithë përplasjen dhe tensionin në konak,
Largohet i zemëruar dhe i lënduar, duke mos dashur të qëndrojë me aty. Nare e shqetësuar shkon tek zonja Sadakat dhe i kërkon një shpjegim se pse e urren kaq shumë Shahinin. Sadakat i përgjigjet se nuk do të lejojë afërsinë e tij në familje, veçanërisht duke marrë parasysh se Nare, edhe pse e martuar dhe duke pritur një fëmijë, ende mban ndjenja për Shahinin. Për këtë arsye ajo nuk mund të pranojë praninë e tij. Ayla zgjohet pas operacionit, ajo është ende e dobët, e hutuar dhe e friksuar nga ajo që ka ndodhur. Gjan qëndron pranë saj pa u larguar as një sekond, duke u përpjekur ta qetësojë. Ayla e tronditur nga dhimbja dhe pasiguria, e pyet me njëherë pse ndodhet në këtë gjendje. Gjan shmang detajet dhe mundohet t'i shpjegojë sa më butë situatën. Ai e pyet nëse ka parë personin që e qelloi, por Ayla thot se nuk e ka parë. Gjan për të mos e ngarkuar mohon se ai ka parë ndonjë person, duke e fshehur të vërtetën për Sadakatin. Frika fillon ta pushtojë Ailën dhe ajo kërkon me ngulm të shohë djalin e saj Denizin. Gjani afrohet i flet me qetësi dhe i thot se Deniz është mirë, i sigurt dhe i shëndetshëm. Ai i kërkon të pushojë dhe të mos shqetësohet, duke siguruar se çdo gjë është nën kontroll dhe se asgjë nuk do t'i ndodh djalit të saj.